sot do të flasim për sekularizmin dhe fenë e sekularizuar. Pyetja që shtrohet është, a është sekularizmi vetëm ndarja e shtetit nga feja dhe mënyra se si shteti i menaxhon fetë, apo në të vërtetë është se shteti ju përcakton feve një vend që dëshiron t'ju përcaktoj dhe feja në raport me sekularizmin është një riformatim i saj nga e para. Shpesh herë merret e mirëqenë që përgjigja e pyetjes është që feja është thjesht diçka që ka vlerën e vet dhe hapësirën e vet në shoqëri në raport me shtetin, por sot do të diskutojmë duke u përpjek të hedhim dritë mbi këtë temë, sepse mos ndoshta përgjigjja e kësaj pyetje është disi jo aq e pafajshme siç zakonisht dihet. Në lidhje me këtë, unë do të nis me një, siç tashmë kemi bërë traditë, me një citim nga Saba Mahmud, e cila thotë: dikush mund të argumentojë se kam paraqitur një pamje shumë të zymt të sekularizmit, se kam injoruar mbrojtjen që ai ofron individëve dhe pakicave fetare për të mbajtur dhe praktikuar besimet e tyre fetare lirisht, pa shtrëngim shtetëror apo shoqëror, apo që i lejon besimtarëve dhe jo besimtarëve të shprehin mendimin e tyre pa frikën e diskriminimit shtetëror apo shoqëror, që do të thotë shteti ju alokon atyre të drejtën që të aspirojnë në shoqëri lirinë e besimit siç ata e besojnë. Këto nuk janë liri të papërfillshme, siç e di shumë mirë kushdo që është përndjekur për bindjen e tij ose të saj fetare ose jo fetare, që do të thotë ajo ja njeh shtetit laik këtë mirësi që ju ka dhënë individëve vet, sepse në momente të caktuara të historisë, kryesisht këto 200 vitet e fundit, kjo në momente të caktuara edhe nuk ka ekzistuar fare. Por thot, edhe pse i vlerësoj këto mbrojtje dhe liri të sekularizmit, do doja gjithashtu të theksoja se sekularizmi politik nuk konsiston thjesht në parimin e neutralitetit të shtetit apo ndarjes së kishës nga shteti. Ai përfshin gjithashtu riorganizimin dhe ribërjen e jetës fetare dhe marrëdhënieve ndërfetare në përputhje me norma specifike, të cilat janë të huaja për jetën e feve që ai organizon, që do thotë fetë hyn ujë në momentin kur sekularizohen apo shteti ju përcakton atyre një hapësirë që ai dëshiron. Ky dimension i sekularizmit politik duhet të kuptohet për llojet e jetës që krijon brenda tij, format e përjashtimit dhe dhunës që përfshin, llojet e hierarkive, ky është term shumë i rëndësishëm, që prodhon dhe ato që kërkon të zhbëj me themel. Citimi është nga teksti Religious Difference in the Secular Age nga Saba Mahmud. Një citim i dytë që është deri diku i ngjashëm me të është ky: sekularizmi është botkuptimi modern që krijon fetaren dhe politiken, që do të thotë fetare dhe politike nuk është se janë dhe ju përcaktohet një vend. Ai i krijon ato si sfera të diferencuara me qëllim që t'ja nënshtrojë autoritetin e fetares ndaj politikës. Me herë kemi një hierarki, siç e tham tek citimi përpara. Sekularizmi nuk ndan thjesht fen nga politika, ai e bën fen objekt politikës. Theksohet apo cimentohet hierarkia, sepse një ana është në funksion tjetrës, një ana është në shërbim të tjetrës, objekt të disiplinës dhe menaxhimit shtetëror, që është term i frikshëm, përmes nënshtrimit të fesë, përqendrimit dhe zgjerimit të pushtetit shtetëror sekular. Sekularizmi shenjon rindërtimin transformues të fesë në një formë që ajo të mund të jetë nënshtruar nga shteti sekular, gjë që rezulton në zvoglimin e rëndësisë së saj shoqërore. Ajo transformohet për të bërë një çështje kryesisht private, e brendshme, që në thelb ka të bëjë me besimin dhe ndërgjegjen dhe që në mënyrë të prerë nuk duhet të merret apo duhet ndar nga politika, shkenca, arsimi, arti dhe kultura që janë fondamente gjithashtu të rëndësishme të shoqërisë dhe jetës së njerëzve, me një fjalë. Kështu vendi i fesë duhet të jetë gjithmonë periferik dhe dytësor, dhe kuptimi i saj gjithmonë përputhje dhe në shërbim të perspektivës dhe projektit sekular. Termi projekt është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Dhe asaj nuk i takon. Këtu pastaj është fesë. Pra fesë nuk i takon të sfidoj ose të vërë në pikpyetje kufijt e vendosur nga kjo perspektivë dhe nga ky projekt. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që feja të rreshtë se ekzistuar në një epokë sekulare. Kjo pastaj është për të qesh. Me një fjalë nuk na duhesh për të ndryshuar rendin e gjërave, por gjithsesi na duhesh si, se do të themi pak më pas, si pjesë e mozaikut. Feja jo vetëm që mund të mbijetoj, por edhe të lulëzoj, siç edhe po ndodh momentalisht në shumë vende të botës perëndimore. Por kjo lloj feje i është nënshtruar sekularizmit, pra në logjikën e hierarkisë që tham, ajo është zbutur dhe përshtatur për të përputhur në epokën sekulare. Citimi është nga Uthman Bedr,
the secularism debate between revision and critique in Habermas, Taylor, Assad and Brown. Është një dizeracion i tij i pabotuar. Saba Mahmud të këtë citim që ti përmende ka fjalën për sekularizmin politik dhe krijimi këtyre dy kategorive që ajo përmend politikës edhe fetares nuk është që ekziston njerë sekularizmit, por ato kanë qenë bashkë në momentin që në mesjetën e Europë apo qoftë edhe gjatë kalifatit islam feja ka qenë informuese e politikës. Sekularizmin realitet ka kriju dy kategori të veçanta si pasojë e luftrave evropiane që kanë notur në shekullin e 17 dhe kjo është edhe ku fillon sekularizmi, duke vendosur një emërus të përbashkët midis doktrinave të sekteve të krishterë në konflikt dhe duke përcaktuar një etikë politike krejtësisht të pavarur nga doktrinat fetare. Pra ka filluar si një lloj arbitri. Arbitër nuk mund ta thurë sepse për faktin që neve thamë që ai i krijon këto dy lloj kategorisht. Jo, si hiqet, apo si është në një farë mënyre, si është manifestuar. Ose si është perceptimi. Si është perceptimi. Narrativa standarde, thot Alal Assad në librin e tij Formations of the Secular, sugjeron që moderniteti zëvendësoi mendimin mitik të skaluarës fetare me të vërtetën shkencore dhe historike. Megjithatë, iluminizmi nuk e eliminoi mitin. Përkundrazi, sepse vetë shteti sekular mbështetet në mite dhe aty ai thekson mes tyre miti kontratës shoqërore ose i Kombit të Bashkuar për të prodhuar besnikëri dhe identitet politik. Pra nëse më përpara besnikëria dhe identiteti ishin ndaj fesë, tani ato janë ndaj shtetit sekular. Narrativa eurocentrike, thot ai më tej, e modernizimit pretendonte se modernizimi i shoqërive do t'i bënte ato në mënyrë të pashmangshme më sekulare, se ato do të hiqnin dorë nga dhuna fetare irracionale në favor të tolerancës sekulare racionale. Pra ky është një mit tjetër i sekularizmit. Assadi sfidon këtë tezë, duke vënë në dukje dhunën e jashtëzakonshme të ushtruar nga shtetet kombe sekulare në shekullin e 20. Dhuna e imperializmit, luftrave botërore dhe holokaustit nuk mund t'i atribuohet fesë. Ato janë produkte të teknologjive dhe shtetbërjes sekulare. Shteti sekular pretendon se ka të drejtën për të zbutur pasionet fetare, ndërkohë që nga ana tjetër ai kultivon format e veta të besnikërisë së pasionuar, si nacionalizmin dhe autorizon format e veta të dhunës, të cilat konsiderohen të nevojshme dhe racionale dhe jo si barbare. Prandaj, thelbi vërtet sekularizmit është nështrimi epistemologjik dhe politik i fesë. Studimet e dekadave të fundit për sekularizmin, thot Saba Mahmud, kanë sfiduar përfundimisht shpjegimin konvencional të sekularizmit si ndarja midis kishës dhe shtetit, fesë dhe ligjit, autoritetit krishtar dhe politik. Studiues nga një sër disiplinash kanë argumentuar se sekularizmi modern është shumë më tepër se sa lejon ky formulim minimalist. Ai përfshin ndryshime themelore në konceptet për veten, etikën dhe moralin, si dhe një riorganizim të jetës shoqërore, politike dhe fetare. Sekularizmi nuk është hapësira shoqërore që mbetet, kur prej saj hiqet feja. Prandaj thamë që i krijon si kategori të veçanta politiken dhe sekularen. Pra nuk duket aq pafajshme. Politiken dhe fetaren. Përkundrazi, ai zhvet një produkt historik me pasoja specifike epistemologjike, politike dhe morale, një koncept që përcakton se çfarë është feja në botën moderne. Sekularizmi në këtë kuptim nuk është thjesht strukturë organizuese e publikes, privates, politikes dhe fetare, sikur këto kategoritë ekzistonin të pavarura në një sistem tjetër, sistem autokratik fetar, krishtar apo islam, dhe tani sekularizmi po i riorganizon, ai në të vërtetë i krijon këto. Dhe prandaj ajo thotë që sekularizmi është një operacion ligjërimor pushteti, i cili pikërisht i prodhon këto sfera, përcakton kufit e tyre, pra i prodhon sipas masës së tij dhe sipas kuptimit të tij, i përcakton kufit e tyre dhe i mbush ato me përmbajtje. Me fjalë të tjera, sekularizmi nuk nënkupton mungesën e fesë, por pushtetin për të përkufizuar dhe rregulluar kufit e fesë. Lidhur me këtë, Saba Mahmud ka një term konkret, ke një citim tjetër, sepse ajo thot, nga njëra anë, shteti liberal pretendon se mban një ndarje midis kishës dhe shtetit. Nga ana tjetër, qeverisja moderne, pra është vetëm moderne që mund ta bëjë këtë, përfshin edhe ndërhyrjen e shtetit
dhe rregullimin e shumë aspekteve të jetës sociofetare, duke zhbërë dallim midis publikes dhe privates dhe duke rënë kështu në kundërshtim me pretendimin e saj të parë, që do të thotë jo barazi harmonike dhe në le të themi horizontale, por hierarki vertikale ku shteti i përcakton fesë rolin e vet. Lidhur me këtë, Saba Mahmud në një tekst tjetër, Secularism, Hermeneutics and Empire, ka një citim tjetër, thot ligji francez, konkretisht ligji francez, që ndalon shfaqjen e simboleve fetare, veçanërisht të hijabit, pra mbulesës së zonjave dhe zonjushave muslimane në shkollat publike, mund të merret si një shembull se si një shtet i vetshpallur sekular ka arritur të përcaktojë se çfarë konsiderohet veshje fetare dhe çfarë jo fetare në sferën publike, ndërkohë që veshja konsiderohet në parim me fjalë si çështje e një zgjedhje personale në liberalizëm. Pra nga një anë pranojmë që njeriu mund të besojë, edhe mund të veprojë, edhe mund të vishet si doj vet, por nga ana tjetër shteti ndërhyn deri në këtë pikë. Pra këtu është ai përkufizimi që bën sekularja për fetaren, dhe hierarkia dhe kategorizimi, që ai përcakton se çfarë është veshje fetare dhe çfarë është veshje jo fetare dhe që në sferën publike të mos i lejoj fetare se shfaqet ashtu si don të shfaqet. Si don shfaqet. Siç e tregon dhe ky shembull, thotë sekularizmi më tepër i ka dhënë formën që dëshiron fesë në sferën publike, sesa e ka ndaluar atë prej saj, në mënyrë që ato forma të jetës fetare që konsiderohen të papajtueshme me moralin sekular, term shumë gjithashtu to fjalë shumë e rëndësishëm, të jenë të përkohshme ose të zhduken. Për shkak se ato nuk do gjejnë hapësirën e tyre për me u zbatuar një kohë dhe konsiderohen praktikisht të papranueshme. Tani ne nuk mundemi dot që të mbërrim në aspiratën që të bëjmë një bisedë me dobi deri në fund, nëse nuk përpiqemi që njerëzve dhe publikut që na dëgjojnë nuk ju bëjmë një lidhje edhe me mënyrën se si funksionojnë gjërat në Shqipëri, sepse tek e fundit fare këto janë biseda që përpiqen të hedhin dritë apo të bëjnë një lloj kështu analize edhe mbi atë që ndodh në mënyrë korrente në realitetin ton. Përpara një muaji, ngjarja kryesore e po themi asaj që tërhoqi vëmendjen mediatike ishte promovimi i librit të Edi Ramës me titull Në sofrën e hënës. Dhe unë pash një iftar të organizuar në trajtin e një promovimi ku ai foli edhe në vetë parë me fjalë, libri nuk e kam lexuar, ç'është e vërteta, kam lexuar vetëm pasthënien edhe parathënien dhe disa analiza rreth tij, por dëgjova me vëmendje atë që Rama tha, dhe Rama u ndal në dy momente. Momenti kryesor ishte që ai foli me pozitivitet për fen dhe tha që un kam miq musliman të ndryshëm dhe që më kanë folur se pas një rënie konkrete edhe të rëndësishme apo vendimtare të viteve 60 edhe në Evropë, rëndësia e besimit tek Zoti është ngritur ndjeshëm dhe kjo nuk është habitha, sepse besimi tek Zoti është diçka që e edukon dhe e përmirëson njeriu. Madje një mjek musliman i cili kryen të gjitha ritet, tha, tekstualisht, më ka thënë që ritualet fetare në përgjithësi, po veçanërisht agjërimi, ka disa të mira shëndetësore aq të mëdha sa në këtë trysninë e madhe të kolesterolit që shoqëritë industriale e kanë sprovë me vete me fjalë, është diçka shumë e mirë. Tani nga një anë unë ngjoj kryeministrin tim me fjalë që të flas në këtë mënyrë dhe në mënyrë kështu të lirë unë kuptoj që nga feja ime ai merr dhe lë atë që dëshiron ai, që do të thotë nëse do të flasim për fen si diçka e cila është një terapeut, me fjalë është një proces terapeutik apo është një terapi shpirtërore, atëherë feja nuk është thjesht sekularizuar me fjalë, por është sekularizuar i gjithë kuptimi fetar që ne kemi. Pyetja është, nëse ndodh kjo, çfarë mbetet prej fesë? Ajo që po thonim ne është që feja nuk zhduket në sekularizëm. Asaj i lejohen disa forma për me shfaqje dhe një rol që ta luajë në shoqëri. Dhe nga fjalët që thot kryeministri aty, ose nga termat kyçe që përdor aty, neve mund ta kuptojmë edhe se kush është ai rol që do të luajë feja dhe kush është ajo lloj feje që është e pranuar në sferën sekulare. Pra ai përmend aty nevojën që ka njeriu për besimin në Zot, përmend urtësinë e madhe kulturore që ofron feja, përmend që ajo mëson dhe edukon, përmend siç e theti efektet në shëndet për arsyet që e shëndetet mbi ngarkesës që ka ofruar
moderniteti dhe në fund fare thot pra ka një rëndësi të madhe kulturore në islam, që është vlerëshuar që i referohet atij për te i besimit. Pra kjo është ajo që pranohet nga feja, që ajo të jetë një trashëgimi kulturore e cila ndihmon njeriu që t'i përballojë me sukses sfidat edhe mbi ngarkesën e jetës, dhe që në fund fare kjo buron nga besimi në Zot, për që është një besim i cili shërben për botën tjetër dhe nuk është se ka një efekt praktik në ato fusha që konsiderohen racionale dhe që janë të menaxhimit të shoqërisë, qofshin ato politike, ekonomike, shoqërore, edukative e me radhë. Kështu që në këtë lloj aspekti, pra në sekularizëm mbijetojnë forma të caktuara të religiozitetit, prandaj ajo që i bën sekularizmi fesë është nënshtrimi politik dhe epistemologjik, i cili prodhon një rënje të pushtetit dhe të edukimit dhe të ndikimit të fesë në fusha të caktuara të shoqërisë, thot Osman Bedër. Sepse ajo bëhet e parëndësishme për sferat e politikës, ekonomisë, kulturës, shkencës, secila prej të cilave është ndërtuar si e diferencuar dhe autonome nga feja, për shkak të këtij nënshtrimi, ndërkohë që feja mbijeton, siç e pam edhe në fjalët e kryeministrit, për aspekte shëndetësore, kulturore, edukative dhe shëndetësore fizike. Shëndetësore dhe besimin pastaj. Megjithatë, thot Osman Bedër, kjo nuk do thotë që feja nuk ekziston dot në epokë sekulare. Feja jo vetëm mund të mbijetojë, por edhe të lulëzojë, siç është rasti në shumë vende të Perëndimit. Por kjo fe është një fe e domestikuar, që ka kaluar procesin e sekularizimit dhe është transformuar për t'u përshtatur epokës sekulare. Rënja e pushtetit dhe ndikimit të fesë në shoqëri nuk kupton rënjen e disa formave të caktuara, religioziteti, ndërkohë që lulëzojnë forma të reja të tjera religioziteti sekulare, siç janë ato forma që përmend edhe kryeministri. Si rrjedhoi liria e fesë, që ofron dhe përpiqet siguroj sekularizmi, që përmend edhe Sabah Mahmud në ato paragrafet e parë në hyrje të bisedës, nuk është e fesë siç është në vetvete, por e fesë siç duhet të jetë sipas një pikpamje të autorizuar të caktuar, që në këtë rast është forma e fesë protestante, që mendimtarët liberal dhe shteti sekular liberal kanë dhënë autorizimin se është forma e duhur e fesë. Marrëdhënia midis fesë dhe sekulares përpara modernitetit ishte hierarkike. Fetarja e përfshinte sekularen. Marrëdhënia moderne mes tyre është përsëri hierarkike, por nuk ka hen e kundërt. Sekularja e përfshin fetaren. Konceptet kyçe këtu janë nënshtrimi dhe hierarkia, që janë të kundërta me konceptet e neutralitetit dhe ndarjes. Kjo është ajo që thamë edhe në fillim. Pra, sekularja nuk kupton neutralitetin e shtetit ndaj feve dhe ndarjen e shtetit nga feja, apo nënshtrimin dhe hierarkinë. Pra, shteti sekular nuk është neutral dhe i ndar nga feja, thot, por e ka nënshtruar dhe është mbi të në hierarki. Sidoqoftë, hierarki dhe po ku ndryshon atëherë moderniteti nga paramoderniteti? Hierarkia në epokën paramodernitetit ishte e qartë dhe e pranuar, ndërkohë që në epokën moderne kjo hierarki është e maskuar. Madje e paraqitur sikur i ka dhënë fund kësaj hierarkie që ekzistuar në kohën paramoderne, midis fetarëve dhe sekulares, duke e sheshuar dhe duke i barazuar ato. Sekularizmi modern është larg të qenit neutral apo universal. Ai përfaqëson një botkuptim të caktuar si gjithë të tjerat, pra një din, si mas atij përkufizimi që kemi dhënë për dinin në bisedën e dytë e mëparshme, që ka kuptimet e tij të së drejtës dhe të së mirës, që normalisht janë të kundërta apo janë të ndryshme nga ato që kanë fetë, dhe është e papranueshme që një kulturë e mënyrës së jetesës apo një botkuptim të privilegjohet, thjesht duke i maskuar trajtat e tij kulturore dhe ideologjike nën petkun e neutralitetit apo të universalitetit siç bëhet sot me sekularizmin. Talal Asadi e thot shprehimisht kur shprehet që kur evropianët reagojnë në mënyrë jo miqësore ndaj hijabit, minares apo thjerjes së mishit halal, nuk e bëjnë thjesht mbrojtje të neutralitetit të sekularizmit. Ai është një reagim i trupit shoqëror sekular ndaj diçkaje të huaj për ndjeshmëritë e tij, që do të thotë është islame dhe për rrjedhoj është e huaj dhe armiqësore ndaj nesh. Rezistenca për antarësimin e Turqisë në BE, pavarësisht kushtetutës së saj strikte sekulare, dhe ne këtë e di me fjalë më shumë se që i ngjan Francës, Turqia nuk i ngjan asnjë shtet, dhe të qenit antare e NATO-s, tregon se Evropa është më tepër se sa një bashkim shtetesh dhe tregjesh.
se në thelbin e saj është një kontinent i krishterë që është sekularizuar, sigurisht me kalimin e dekadave. Problemi musliman në Evropë është në fakt një krizë e shtetit komb sekular. Shteti sekular pretendon se është universal dhe neutral, ndërkohë që në realitet është i veçantë në llojin e vet dhe i karakterizuar nga një kulturë specifike që është qartësisht jo islame, me fjalë siç del. Që do thotë, pra ajo që thot Alal Asadi aty është që sekularizmi europian ka rënë të thella në krishtërim, dhe edhe këtë e vërteton edhe fakti që ai vetë emërtohet si civilizim judeo-krishterë. Megjithëse feja judaike edhe feja krishterë nuk e kanë origjinën në Europë, prapse Europa i ka përvetësu dhe i ka asimilu dhe i ka sekularizu këto dy fe. Dhe kjo është ajo pastaj çfarë bën që thot ai që ato çfarë janë simbole dhe akte të muslimanëve në Europë të ndihen të huaja për trupin sekular europian. Dhe ajo që përftohet nga ato që tham për sekularizmin është përzonja e fesë nga sfera publike dhe degdisja e saj në sferën private, sepse shteti modern, thot Sabah Mahmud, presupozon dallimin midis sferës publike dhe asaj private, në cilën është degdisur edhe feja. Është dallimi midis praktikës fetare, që është një akt publik, dhe besimit fetar, që është një vepër private, ai që justifikon sanksionet shtetërore ndaj simboleve dhe praktikave në sferën publike. Madje Marksi ka thënë se duke izoluar fenë në sferën private, shteti politik e depolitizon atë në mënyrë që të qëndrojë jashtë sferës së politikës. Shteti sekular e klasifikon fenë si një çështje besimi privat ose ndërgjegje, thot Talal Asadi, duke ndarë atë nga pushteti, politika dhe sfera publike, duke kufizuar fenë në sferën private, shteti sekular prodhon një lloj specifik feje, një fe që është e pajtueshme me qeverisjen liberale. Si rrjedhoi, traditat fetare që nuk përshtaten këtij modeli konsiderohen të palishme, politike ose fanatike. Kështu sekularja bëhet një fuqi hegemonike që vazhdimisht rregullon, riformson dhe menaxhon jetën fetare. Sekularja në fakt e krijon fenë si një kategori të veçantë, duke ndarë atë nga fushat e ligjit, ekonomisë dhe shkencës. Shteti komb, vazhdon ai, nuk është thjesht një enë politike që mund të jetë ose fetar ose sekular, përkundrazi vetë forma e shtetit komb është strukturalisht sekulare. Ajo kërkon, kjo formë, një lloj specifik sovraniteti, një sovranitet që është absolut dhe i pandashëm, siç ka qenë më parë sovraniteti që i takonte fesë. Që ky sovranitet të funksionojë, feja duhet të ripërcaktohet, kategorizohet dhe rregullohet. Shteti nuk tërhiqet thjesht nga feja. Ai ndërhyn në mënyrë aktive për ta përcaktuar se çfarë konsiderohet si fe e duhur, sepse sikur feja të ishte në formën e saj që ka pas para modernitetit, ai do kërkonte atë sovranitet që sot e ka marrë në dorë shteti sekular. Pra forma e saj duhur kush është? Është shpirtërore, private dhe etike. Ndërkohë ajo fe që konsiderohet jo legjitime është ajo që është politike, ligjore dhe publike. Shteti sekular do bën fe në sferën e personale dhe shpirtërores, duke i mohuar asaj autoritetin mbi fushat racionale të ekonomisë, në thonjza racionale të ekonomisë dhe politikës. Prandaj, ndarja e fesë nga shteti është një mit. Në shtetin komb modern, shteti hyn në domenin e fesë, e riformson atë, e kodifikon dhe përdor atë për projektin e modernizimit kombëtar. Rezultati nuk është liria e fesë, por shtetëzimi i fesë. Dhe Talal Asadi e thot shprehimisht kur thot se leximi modern i shkrimeve të shenjta, pra dhe është në thonjza i shkrimeve të shenjta, si tekste që thjesht duhen analizuar nga ana filologjike ose historike, përfaqëson një ndryshim në mënyrën se si i qasemi të vërtetës. Pra, dikur ishte përmbajtje dhe formë, tani është vetëm formë. Në traditat paramoderne, angazhimi me tekstin ishte një mënyrë për të formuar veten. Qasja sekulare i transformon këto tekste në objekte të besimit doktrinar ose trashëgimisë kulturore, duke i zhveshur kështu nga aspekti i tyre praktik për trupin dhe sjelljen e njerëzit dhe për t'i dhënë transformues. Kurse Sabah Mahmud në të njëjtin titull, pra në të njëjtin tekst Secularism, Hermeneutics and Empire, thotë që Kurani ashtu si dhe Bibla duhen çmuar për rëndësinë e tyre kulturore.
Sipas sekularizmit. Sipas sekularizmit, sigurisht, si objekte të çmuara estetike, poetike dhe shpirtërore, dhe jo të trajtohen si një burim që mund të udhëzojë njeriu për të kapërcyer problemet bashkëkohore të ekzistencës. Tani, kryeministri të njëjtën gjë, edhe pse nga një kënd tjetër, tha kur u shpreh me interes të konsiderueshëm kur foli për Muzeun e Artit Islam që është në plan të hapet në muajt apo vitet në vijim. Ai tha se Islami apo prania e muslimanëve në këtë vend nuk mund të vihet në dyshim asnjëherë dhe përrjedhoi ne si gjithë vendet e botës, apo të paktën tha vendet që kanë pas një të le të themi një trashëgimi apo një të kaluar islame apo osmane kanë nevojë për një muze të tyre, ashtu siç krahas kësaj është i kujdesshëm gjithmonë që ta shtojë dhe këtë me fjalë, po jemi duke ndërtuar edhe muzeun Besa, i cili gjithashtu do të vlefë, dhe këtë nuk e tha për ne, si një transferues i jetës dhe kulturës bashkëkohore hebraike. Por le të mos merrem me le të merrem me atë të parën. Unë në formimin tim di që në muze futen gjërat e vdekura, ose më saktë gjërat që shoqëria me konsens dhe unanimitet pranueshëm me fjalë ka rënë dakord që nuk duhen më për realitetin apo nuk duhen më për le të themi apo që i takojnë një epokë të kaluar. Apo që i kalojnë një epokë të kaluar dhe me shpresën që të mos i harrojmë me fjalë, t'i fusim në muze dhe t'i shohim vazhdimisht. Në qoftë se muslimanët e pranojnë këtë lloj le të themi nderi të madh që Edi Rama ju bën me fjalë, atëherë lind pyetja që a do të pranojmë që Islami, feja jon, gjithë kjo narrative madhe historike dhe politike përveç se fetare të hyjë në ujë dhe të marrë formën që ai ju jep në përputhje me këtë që i tham, pra të hyjë brenda hierarkisë në qoshën e vet, apo jo, sepse puna është lejo ta them dhe këtë me fjalë që si pjesë e mozaikut ti nuk hyn dot as aty kudo. Që do të thotë nëse ajo tepsia baklavas ka i qosh atje, ti duhet ta presësh një pjesë tënde me fjalë dhe nuk mund të jesh as nuske plot. Në këtë kuptim, pyetja e pyetjeve është pikërisht kjo me fjalë, a do të na shijojë feja jonë në muze apo nuk do të na shijojë? Tani ndoshta neve mund ta pranojmë vendin ton te mozaiku apo te muzeu, në këmbim të asaj që neve të jemi të pranueshëm shoqërinë tonë si musliman me identitetin ton dhe me këtë lloj historie, kulture apo trashëgimie, që i ka ofruar disa vlera apo kontribute vendit një epokë të saktuar historike, dhe sot ajo fe ka ato lloj funksione shpirtërore, kulturore, edukative, shëndetësore, që ka përmendur kryeministri më përpara. Dhe ngjashëm me muzeun e trashëgimisë islame, një projekt tjetër i kryeministrit është edhe ai i parku të besimit. Parku i besimit, ka thënë ai, nuk është simbol i fesë. Është një faltore adhurimi që nuk bën pyetje se në çfarë besoni. Po pse do ishte park besimi pastaj, ose për besime abrahamike. Nëse neve nuk mund të bëjmë dot as aty pyetjen se çfarë besojmë. Por jufton të mrekulloheni tek qendresat e pemëve të fikut te pemët e ullirit. Pra kjo më shumë ngjan me idhujtari se sa me besim abrahamik. Pra për kryeministrin islami ka vendin në një muze ose një park. Ai është vetëm artefakt ose dekor. Sipas botkuptimit të tij të sekularizuar për fen, ky është vendi fesë dhe ai mendon e vepron sakt në përputhje me këtë botkuptim. Problemi është nëse ne si muslimanë e pranojmë si të mirëqen vizionin sekular për islamin dhe nuk përpiqemi që ai të luajë në shoqëri një rol përtej muzeut, parkut, mirësjelljes, faljes, tolerancës, mëshirës, bamirësisë dhe gjithë aktiviteteve të tjera të sferës individuale të botkuptimit sekular i pranon islamit, dhe nuk flasim edhe për drejtësinë, ekonominë, edukimin apo politikën. Dhe ky lloj sekularizimi i fesë nuk është problem për islamin vetëm në Perëndim apo vetëm në Shqipëri. Ai ka ndodhur edhe në botën muslimane. Asadi trajton në librin e tij edhe arsyeën pse në shumë shtete moderne muslimane, si puna e Egjiptit, zbatimi i shariatit u braktis në të drejtën penale dhe tregtare, por u ruajt në të drejtën e statusit personal, në çështje që kanë të bëjnë me martesën, divorcin, trashëgimin, që janë të sferës individuale dhe private. Pra jetën private do të organizojnë përputhje me atë që Zoti do. Po, jeta publike dhe kolektive organizohet sipas shtetit sekular, i cili pretendon se është neutral dhe universal.
Kjo ka të bëjë, thatë Asadi, me domosdoshmërinë strukturore të projektit sekular, që ndan botën në sferë private dhe publike. Duke kufizuar sheriatin vetëm në familje, shteti sekular në vendet muslimane në fakt ripërkufizon Islamin. Ai sinjalizon se Islami nuk është më një mënyrë e plot jetese. Atë që përmendëm herën e kaluar për dinin edhe që cituam edhe nga Sheikh Kardavi. Që drejton ekonominë dhe qeverinë, Islami tani është një çështje personale që ka vende në shtëpi, i zhveshur nga dimensioni publik dhe politik. Familja ndërkohë bëhet streha e të shenjtës në një botë sekulare. Por vetëm sepse shteti ja lejon këtë gjë, sepse mund mos ja lejojë, siç ishte forma sekulare e komunizmit shqiptar. Megjithatë, ekziston një hapësirë që feja të ketë zërin e saj në sferën publike. Dhe këtu ka disa mendimtar perëndimor që janë munduar që ta korrektojnë konceptin sekularizmit për t'i dhënë hapësirë shprehjes së fesë edhe në hapësirën publike. Një prej këtyre mendimtarëve është Charles Taylor, i cili në një artikull Why We Need a Radical Redefinition of Secularism thot, shteti nuk mund të jetë as i krishterë, as musliman dhe as hebraik. Por me të njëjtin argument, nuk duhet të jetë as marksist, as kantian dhe as utilitar. Pra thot, nëse shteti është neutral dhe universal, ashtu si nuk duhet të jetë fetar, nuk duhet të jetë as i këtyre dogmave ose ideologjive. Dhe kjo që thot Taylori përkon me atë që thamë ne kaluam për dinin, sepse edhe këto në vetvete janë din, janë botkuptime, janë sisteme vlerash dhe janë mënyra jetese. Pra ashtu siç nuk duhet të jetë fetar, nuk duhet të jetë as i këtyre, sepse edhe këto janë fe në vetvete. Regjimet sekulare në demokracitë bashkohore, thot Taylori, nuk duhet konceptohen si diga mbrojtëse kundër fesë, por si përpjekje me mirëbesim që synojnë realizimin e lirisë dhe barazisë midis dogmave të ndryshme. Pra dogmës sekulare, socialiste, liberale, demokrate, komuniste, socialiste, mund t'i vëmë çadollemrit të duam dhe dogmave fetare, islamit, krishterë, protestante, ortodokse, budiste e me radhë. Dhe Taylori e shef si problem që shteti modern, sekular, nuk e ka arritur këtë lloj barazimi mes dogmave të ndryshme që janë rivalizuese për sferën publike. Pra heq një fe dhe i fe, të një natyre dhe tipologjie tjetër. Dhe diçka dhe po në këtë lloj linjë mendimi është edhe Jürgen Habermasi, i cili thotë, besimi i vërtet nuk është vetëm doktrinë për të besuar. Pra që unë besoj te Zoti, të jemi mirë dhe besimi im të ketë efekte shëndetësore, kulturore, apo edukative të një sfere që është individuale dhe private sot. Por një burim energjie me cilin besimtari ushqen gjithë jetën e tij, pra si jetën private individuale edhe jetën publike dhe kolektive, si atë personale edhe atë shoqërore shtetërore. Është pjesë e bindjeve fetare të shumë njerëzve fetar në shoqërinë tonë që vendimet e tyre në lidhje me çështje thelbësore të drejtësisë duhet të bazohen mbi bindjet e tyre fetare. Është bindja e tyre se ata duhet të lejojnë fjalën e Zotit, mësimet e Teuratit, urdhrat dhe shembullin e Jezusit apo çfarë do qoftë, dhe këtu mund të përmendim edhe shembullin e profetit ton alayhis salam, që jap formë ekzistencës së tyre në tërësi, përfshirë ekzistencën e tyre shoqërore dhe politike, nga e cila është dobuar feja për në sferën private dhe individuale. Për ta feja e tyre nuk është diçka tjetër nga ekzistenca e tyre shoqërore dhe politike. Shteti liberal nuk duhet ta shndërrojë kërkesën institucionale të ndarjes së politikës nga feja, që Habermasi thot i takon funksionarëve shtetëror, në një barë të panevojshme mendore dhe psikologjike për gjithë qytetarët e tij që ndjekin një besim. Pra ne si qytetar nuk ka se si të jemi sekular në sferën publike shoqërore, ndërkohë që besimi jon na imponon mendime dhe veprime të tjera nga ato që na imponon sfera publike sekulare. Ai nuk mund të presë nga gjithë qytetarët e tij që qëndrimet e tyre politike t'i argumentojnë të pavarur nga botkuptimet ose bindjet e tyre fetare. Pra shteti sekular duhet të na japi edhe neve mundësinë që mendimet tona t'i shprehim në gjuhë islame. Shtrirja e kësaj kërkese për te nivelit institucional, që është për funksionarët publik, dhe zbatimi i saj për qëndrimit organizatave dhe qytetarëve në sferën publike politike,
do të përbënte një tejkalim të zbatimit të sekularizmit. Pra ky është një lloj ripërkufizimi i sekularizmit, sepse mënyra se si funksionon sekularizmi është ai hierarkisë në nështrimit që përmendëm më parë dhe që ka nxjerrë në pa Osman Bedër, Sabah Mahmud apo Talal Asadi. Për shembull, un kam një citim këtu që thot një ilustrim për fetë publike që angazhohen në nivelin e shoqërisë civile do të ishte ai i feve që hyn në sheshin publik, do më thënë në sferën publike të padallim të shoqërisë civile, për të marrë pjesë në debatet e hapura publike rreth respublikas, që do të thotë për aq kohë sa republika vjen nga respublika dhe ka vend për të gjithë, atëherë edhe ne duhet të japim kontributin tonë. Çështja është ajo publike, çështja e gjithëve, që takon gjithë njerëzve. Çështja e gjithëve, do më thënë për çështjet publike, politikat publike dhe të mirën e përbashkët. Institucionet publike demokratike duhet të tolerojnë autonominë e individëve, lidhur me atë që the ti, dhe grupeve fetare, jo vetëm sa i takon lirisë plot të adhurimit në sferën private, por edhe të promovimit publik të vlerave të tyre në shoqërinë civile, si dhe sponsorizimit të organizatave dhe lëvizjeve në sferën publike për sa kohë përmbahen ligjeve dhe nuk shkelin rregullat e demokracisë. Ktu pastaj bëhet gjithsesi një dietrofront me fjalë që kjo është vije kuqe dhe nuk mund të bëhet. Një citim i dytë, pa aq i rëndësishëm, është dhe kjo është nga një letër e bishopëve e peshkopëve katolik të Shtetet Bashkuara. Unë do ta citoj edhe këtë drejt për drejt sepse është shumë e rëndësishme. Ata thonë, ndjekësit e Krishtit duhet të shmangin ndarjen tragjike midis besimit dhe jetës përditshme. Ata as duhet t'u bëjnë bisht detyrave të tyre toksore, por as të zhyten në aktivitete toksore, sikur këto të fundit të ishin tërësisht të huaja për fenë, dhe sikur feja të mos ishte më shumë se sa kryerja e akteve të adhurimit dhe përmbushja e ca detyrimeve morale. Ajo që përpiqemi të bëjmë është ta shohim jetën ekonomike nëpërmjet syve të fesë, që kjo gjithsesi është një kontribut i konsiderueshëm në raport me ato që kemi bërë apo edhe duhet bëjmë ne, duke zbatuar mësime tradicionale kishtare mbi ekonominë amerikane, pra një lloj kështu sinkretizimi apo simbioze. Ne nuk synojmë të nxjerrim në një përfundim politik dhe ideologjik, përsëri hap prapa, por të lartësojmë dimensionet njerëzore dhe etike të jetës ekonomike, gjithsesi plus i madh, që shumë shpesh neglizhohen në diskutimin publik, që do thotë kjo shqetësim që e kemi ne sot e kanë pas edhe ata atje, e kanë pikas edhe ata atje. Wow. Në kryerjen e këtyre detyre, në kryerjen e kësaj detyre, ne kemi një trashëgimi dyfisht, mësimet sociale katolike dhe vlerat tradicionale amerikane. Dy boshtet që me cilat ata operojnë. Si katolik ne jemi trashëgimtar të një tradite të gjatë mendimi dhe veprimi për dimensionet morale të aktivitetit ekonomik. Me fjalë kanë një sens diakronik. Jeta dhe fjalët e Jezusit dhe mësimet e kishës së tij na thërrasin për t'i ardhur në ndihmë atyre që kanë nevojë dhe të punojmë në mënyrë aktive për drejtësi sociale dhe ekonomike. Tani sikur vetëm këtë të themin e drejtësi sociale dhe ekonomike e vendos në krizë të gjithë ato që kryeministri apo me fjalë të tjerë si ai të ngjashëm na përcaktojnë ne si njerëz që bëjmë mirë, të sillemi mirë, të mos ham shumë dhe të agjërojmë, sepse kolesteroli është prapaderës, dhe të jemi sa më edukativ në përputhje me ligjet e shtetit. Si një bashkësi besimtarësh ne e dimë thotë që besimi ynë testohet nëpërmjet cilësisë së drejtësisë në mesin tonë. Du ta lexoj prapë. Si një bashkësi besimtarësh ne e dimë që besimi ynë testohet nëpërmjet cilësisë së drejtësisë në mesin tonë. Pra jo cilësisë së adhurimit apo mënyrës se si do një tjetrit, po drejtësisë në mesin tonë, dhe që kriteri më i mirë për të vlerësuar jetën tonë përbashkët është mënyra si trajtohen të varfërt dhe doptit, ata që nuk kanë mundësi. Drejtësia ekonomike si trajtohen ato nga shteti. Nga shteti sigurisht, jo nga ne, jo sigurisht. Jo sa mund bëjmë neve pamirësi ndaj atyre për mi lehtësu vujtjet që i ka kriju shteti. Këtë as e dëshmon njëri dhe as nuk ndryshon kjo gjendje duke ndihmuar ata. Sepse ata smarojnë praktikisht. Dhe në fund thot drejtësia ekonomike i kërkon besimtarëve që të dalin në arenën publike. Barre madhe. Respublika pra. Respublika. Që të testojnë politikat e qeverisë sipas parimeve të mësimeve tona. Ne duhet të vlerësojmë çdo politik sipas masës që ajo trajton ata që kanë më pak dhe që janë të marginalizuar. Edhe është një fjalë Pastoral Letter on Catholic Social Teachings and the US Economy. Pra, nëse kjo është një letër që i peshkët katolik të SBA-s ja kanë drejtu bashkëfetarëve të tyre. Mashë 86. Po, e vitin 1986. Dhe ndërkohë kjo ka ardhur nga një background i krishterë,
që neve e dim që ka atë ndarjen klasike që përmendet për herë, që çfarë i takon Cezarit jepja Cezarit dhe çfarë i takon Zotit jepja Zotit. Ndërkohë që këto i peshq kanë futur në botkuptimin e tyre fetar interesimin për çështjet e dynjas që normalisht do t'i takonte Cezarit dhe ato duan që ta bëjnë edhe sferë ku të kenë ndikimin e tyre. Dhe pikërisht këtë lloj feje ose këtë lloj reformi që ka kaluar krishterimi i ka kërkuar dhe sekularizmi islamit që ta ndajë sferën publike nga sfera private dhe që fen ta ruajë në sferën private individuale ashtu siç e kanë të krishterët, që ka të bëjë me bëllësimin doktrinar dhe me aktivitete që prekin individin edhe maksimumi familjen. Pra nëse të krishterët bëjnë në Amerikë kanë bërë këtë lloj tekalimit të fesë tyre, atëherë pse ne si muslimanë që kemi në fen tonë që duhet ta rregullojmë edhe botën sipas parimeve fetare, të mos adoptojmë këtë lloj qasje dhe këtë lloj ligjërimi që kanë këto i peshq katolik. Dhe nëse nëse në shkresën e tyre neve do të zëvendësonin me emrin e Krishtit, me emrin e Muhamedit, profetit tonë alayhis salam, a do të qëndronte ai lloj ligjërimi? Sigurisht që do të qëndronte. Dhe a duhet që ta bëjmë ne atë lloj ligjërimi? Sigurisht që duhet ta bëjmë. Dhe a duhet të flasim ne shoqërisë tonë me këtë lloj gjuhe fetare që i kanë fol i peshqët katolik të SBA-s, bashkëtarëve të tyre dhe adresojnë qeverisë tyre? Absolutisht po. Dhe Rama tha në iftarin ku bëri për promovimin e librit se ai ka qenë i hapur ndaj Kuranit dhe se ka mësuar shumë për fen islame. Duke qenë që ai është i hapur ndaj Kuranit, a do ishte i hapur ai që të dëgjonte se çfarë thot Islami për qeverisjen e mirë, si kupton Islami drejtësinë dhe si arrihet ajo? Gjithashtu, a do t'i ftonte Rama muslimanët, nëse muslimanët do t'i shprehnin këto mendime? A do pranonte ai që ata të artikulonin atë iftar, të artikulonin edhe çështje që kanë bënë me drejtësinë? Dhe nëse ai nuk do t'i pranonte, a do pranonim neve që tuleshim në tryezën e tij pa na dhënë ai mundësinë që t'i artikulonim ato mendime? Sepse nëse neve do të pranonim që të mos kishim mundësi të artikulonim ato mendime, do të thotë që neve kemi pranuar që ta sekularizojmë fen. Dhe një bashkësi që praktikon fen që zgjerohet ashtu siç është bashkësia e muslimanëve në Shqipëri dhe Bajrami i fundit të tregoi atë lloj zgjerimi. Dhe edhe megjithëse mund të jetë devotshme, ky besim dhe kjo devotshmëri nuk është e thonë që ta frenoj një shoqëri ku mbizotron padrejtësia, ta frenoj nga shkatërrimi. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të transmetuar nga Tabarani dhe Behakiu, Allahu i shpalli njërit për engjëjve të tij që ta përmbyste filan qytet mbi banorët e tij. Dhe angjëlli tha, por shërptori yt filani është aty dhe nuk të ka kundërshtuar kurrë për asnjë moment, që do të thotë fen në sferën e tij private individuale dhe të adhurimit e ka përsosur. Allahu tha, përmbyseni qytetin mbi të dhe mbi ta, sepse fytyra e tij nuk ka shfaqur asnjëherë pa kënaqësi për çfarë po ndoste për hirin tim. Pra hadithi tregon se besimi nuk lulëzon, ai mund përhapet, zgjerohet në një shoqëri ku mbizotron padrejtësia, sepse herët ose vonë, siç e thot hadithi, ajo shoqëri eventualisht do të shkatërrohet. Ky hadith të vendos në krizë edhe të praktikisht vendos në vështirësi të shumta, sepse para së gjithash kjo kalon nga ne të dy që po i themi këto, të cilat unë jam i vetëdijshëm që janë konsiderata shumë të forta. Unë do të vazhdoj duke cituar disa hadithe tjera lidhur me këtë që ti sapo the. Tek Tirmidhiu dhe Abu Daudi ka një transmetim ku profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që nëse njerëzit shohin një shtypës, pra një tiranë, dhe nuk e frenojnë atë, Allahu ka të ngjarë që t'i godas që të gjithë me ndëshkimin e tij, që konfirmon atë që the ti. Një tjetër transmetim thotë nëse njerëzit shohin të keqen dhe nuk e ndryshojnë atë, që do të thotë diçka jashtë tyre, jo në raport me adhurimin personal, Allahu ka të ngjarë t'i përfshijë që të gjithë me ndëshkimin e tij. Ky është tek Imam Ahmedi tek Musnedi. Diku tjetër transmetohet se Umar ibn Abdulaziz ka thënë, më parë thuhej, Zoti i plotfuqishëm nuk e ndëshkon publikun e gjerë, pra popullin, njerëzin, miletin, për mëkatet e elitës, pra të Paris, por nëse e keqja kryhet hapur, atëherë të gjithë meritojnë ndëshkim.
me fjalë mëshira, siguria apo ndëshkimi dhe e papritura nga Zoti, sipas këtij hadithi, do ta marrim apo jo seriozisht, kjo është një çështje tjetër pastaj, vjen nga mënyra se si ne do të sillemi me padrejtësinë dhe me mënyrën se si në mënyrë të padrejtë pushteti apo qeverisja na menaxhon. Një tjetër hadith thot: pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, ju duhet të urdhëroni për të mirën dhe të ndaloni nga e keqja. Përndryshe Allahu do t'ju dërgojë një dënim prej tij. Pastaj do t'ju luteni atij dhe ai nuk do t'ju përgjigjet. Kjo është akoma më keq. Që do të thotë nëse nuk rregullohet publikja dhe ajo që është hapësirë e tjerëve nuk rregullon dot as tëndën dhe ato që është hapësirë private, sepse nuk të pranohen as duat. Aisha radiallahu anha transmeton se profeti alayhis salam ka thënë sallallahu alaihi wasallam: kur e keqja përhapet në tokë, Zoti zbret dënimin e tij mbi banorët e saj. Ajo tha: edhe nëse midis tyre ka nga ata që i binden Zotit të lartësuarit dhe të lavdëruarit, ai tha po. Dhe pastaj do të kthehen në mëshirën e Zotit më të lartit, që do të thotë ata në botën tjetër shpëtojnë, por megjithatë ndëshkimi në këtë botë nuk përjashtohet që të vi. Dhe hadithi është tek Imam Ahmedi tek Musnedi. Pas këtyre haditheve nuk di se çfarë mund të them me fjalë. Dhe këto hadithe janë argumente pra që muslimanët nuk mund të bashkëtojnë me të keqen pa bërë përpjekje aktive për ta frenuar dhe për ta ndryshuar atë. Dhe hadithi funit që përmene për fjalën e Aishës, e cila dhe ajo duket që ka një lloj surprizimi, se si dënimi i Zotit mund të zbresi mbi një grumbull të madh njerëzish ku ka dhe njerëz të devotshëm. Dhe profeti alayhis salam i njeh vlerën e besimit këtyre besimtarëve që adhurojnë Zotin apo që lutën Zotit në ritualet e tyre, në sferën private dhe individuale, dhe nuk bëjnë gjë për sferën publike, duke thënë që ky besim i tyre do të shpërblehet në botën tjetër, por ama për këtë botë ajo që i shërben ose ajo që i shërben botës se duhet të jetë e pranishme aty, është drejtësia që buron nga ky besimi. Dhe këtu neve vëmë re edhe një fenomen tjetër, se sa larg ky lloj fenomeni është larg frymës së këtij hadithi. Ajo i promovimit të politikanëve përgjithësi të korruptuar nga ana e mesit ton, ku themi që filan fisteku politikan, ministre, apo ashtu, ka namaze dhe fal namaze, apo agjeron Ramazan, apo jep bamirësi, sikur ky besim i tij apo i saj do ta shlyente atë për veprat korruptive apo për padrejtësinë që bën me funksionin e saj publik. Hadithi është i qartë, ashtu si e kemi përmendur edhe tek episodi i parë dy herëve, episodi i parë, që ekzistojnë besimtar të pavirtytshëm në sferën publike, ashtu që mund të ekzistojnë edhe jo besimtar të virtytshëm. Ajo që ka vlerë është virtytshmëria në sjelljet me njerëzit, dhe sidomos virtytshmëria e atij personi që është i vesh me një funksion publik dhe që menaxhon pasurinë publike, lekët e taksave të njerëzve, dhe besimin ai edhe nëse ka veprimet rituale, i ka për në botën tjetër, po jo domosdoshmërisht se shfaqsojnë apo e bëjnë atë që të ketë edhe mbështetjen e besimtarëve në këtë botë. Dhe këtu mund të përmendim edhe fjalën që ka thënë Ibn Taymija në lidhje me drejtësinë, që mirëqenia e njerëzve në këtë jetë ka qëndrueshmëri më të madhe kur ekziston drejtësia. Pra jo kur ekziston besimi, kur ekziston drejtësia. E shoqëruar edhe me ndonjë lloj mëkati, siç mund të jetë jezujtaria. Sesa kur njerëzve ju bëhet pa drejtësi, edhe pse pa përlyer me mëkate të tjera. Për këtë arsye, Allahu i jep vazhdimsi shtetit të drejtë. Edhe nëse ai është jo besimtarve, ndërsa nuk i jep qëndrueshmëri shtetit të padrejtë, edhe nëse ai është i muslimanëve. Jeta e kësaj bote do të gëzojë vimësi për sa kohë të ekzistojë drejtësia. Edhe në qoftë se është shoqëruar me mohim të Zotit, dhe nuk do të gëzojë vimësi nëse Islami do të shoqërohet me padrejtësi. Kjo sepse drejtësia është në themel të çdo gjëje. Nëse çështjet që përkasin jetës së kësaj bote gjykohen me drejtësi, atëherë jeta në të ka qëndrueshmëri. Edhe pse jo besimtarët që administrojnë atë nuk do të kenë pjesë nga jeta e botës tjetër, por ato do të kenë shpërblimin e kësaj bote, për shkak se ato kanë vendosur drejtësinë. Nëse çështjet e jetës së kësaj bote nuk gjykohen me drejtësi, atëherë ajo nuk do të ketë qëndrueshmëri, edhe pse ndërtuesit e saj mund të jenë besimtarë, të cilëve do t'u shpërblet besimin botën tjetër, siç e tham tek hadithi nga Ahmedi. Dhe kjo që ka thënë Ibn Taymija përpoqet me atë që kemi thënë pra në episodin e parë lidhur me fitrën, që ekzistojnë një besimtarë me virtyte që mund të ndërtojnë një shtet të drejtë dhe të kundërshtojnë padrejtësinë, ashtu sikur se ekzistojnë muslimanë të pavirtytshëm që mbështesin një shtet të padrejtë dhe nuk e frenojnë padrejtësinë. Për ta përmbyllur edhe bisedën, një hadith të mirënjohur transmetuar nga Muslimi, profeti ka thënë:
cili do prej jush që shenjët keqe, le ta ndryshoj me dorën e tij. E nëse nuk mundet, atëherë me gjuhën e tij. E nëse nuk mundet as kështu, atëherë me zemrën e tij, por ky është besimi më i dobët. Dhe ne kemi sigurisht mundësinë të ndryshojmë të keqen me fjalën tonë dhe duke kryer një veprim të tillë dhe bëjmë Islamin një aktor shoqëror dhe nxjerrim atë nga korniza sekularizuese që i ka imponuar atij rendje sekulare.